Pas publikimit të raportit përfundimtar të Odirit mbi zgjedhjet e 11 majit, Partia Demokratike ka paralajmëruar nisjen e një serie protestash në mbështetje të zgjedhësve të lirë dhe të ndershëm. Në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat, kryedemokrati Sali Berisha deklaroi se vëzhguesit ndërkombëtar kanë bërë pjesën e tyre, ndërsa tani përgjegjësia i takon opozitës dhe qytetarëve për të kundërshtuar qeverinë. E vërteta është se në 33 vite ky raporti më damkosës i farsës elektorale për farsë elektorale të Edi Ramës. Asnjë raport tjetër nuk ka patur për masat e denoncimit të farsës si raporti i zgjedhjeve të 11 maj. Opozita shqiptare duhet ngrihet në protestat më të fuqishme që ka njohur ndonjëherë historia e vendit nga vitet 90 me qëllimin solem dhe sublim votën e lirë për qytetarët shqiptar. Plani i Berishës parashikon që protestat të shtrihen edhe për te kufijive të vendit, duke përfshirë qytetarët shqiptar në diasporë. Vëzhguesit ndërkombëtar folën e thanë fjalën e tyre. Është rradha e shqiptarëve të flasin dhe të thonë fjalën e tyre. Është rradha jonë të flasim dhe të thomë fjalën tonë. Të themi fjalën tonë në Tiranë, të themi fjalën tonë në Paris, në Rom, në Vjenë, në Washington, në Berlin dhe në të gjithë botën. Berisha denoncoi ashpër edhe skandalin e aeroportit të Vlorës, duke e cilësuar atë si një nga mashtrimet më të mëdha të qeverisë Rama. Nuk kam ditur këto punë të ortakëve, po kam ditur se është dhënë një garanci e tmerrshme për 600.000 bileta në vit dhe çfarë do ishte nën 600.000 do e pagunin takspaguesit shqiptar. Në një kohë kur aeroport absolutisht nuk i bën dot 100.000 në vit. Ky është një gjë e tmerrshme një gjobë e tmerrshme që u bëjnë takspaguesve shqiptar. Në këtë kontekst, opozita pritet të intensifikojë aktivitetin politik dhe mobilizimin qytetar, duke e bazuar në gjetjen e Odirit dhe në çështje të tjera të konsideruara si shkelje të besimit publik nga qeveria në pushtet.